Përshëndetje, sot do të përgatisim speca me gjizë, si që shikoni me speca të verdhë samburka. Ne i kemi larë, i kemi hequr nga farat, edhe i kemi lënë 12 orë një natë më parë, pra nga një lugë krip të mbushur të lyrë nga brenda, duke i kthyer kështu përmbys ata derdhin shëllirën dhe regjen në vetvete. Na duan përmbushjen një tas me krip dhe një kavanoz me kos. Si edhe duke përzier më tej, do të shikojmë që do na duhet edhe pak krip, pasi specat janë të kriposur, të regjur, e kështu mbushjen do të vendosim me ndihmën e lugës nga 1 apo 2 lugë në varësi të specave që kemi. Do të mbarojmë këtë proces me radhë, do t'i rendisim në një enë më parë, pastaj do t'i vendosim në kavanozat që kemi dëshirë për t'i mbushur. Mund kemi enë të mëdha ose të vogla. Në kavanozin ton mjafton të gjithë to speca që kemi ne për t'i mbushur. I radhisim të gjithë me radhë, edhe në këtë mënyrë. Por mos harroni që pjesën e mbetur të mbushjes, pra me gjizë dhe me kos që na ka mbetur veç, do ta vendosim lart, nuk do ta hedhim, do t'i bëjmë atë mbylljen e enës, pra siç vëjmë dhe kapakun, përpara se të vëjmë kapakun, do t'i hedhim dhe pjesën e mbetur të gjizës, siç e shikoni. Në këtë mënyrë dhe lart i mbyllim mirë me kapak dhe i lëm të pushojmë për disa ditë përpara se t'i konsumojmë. Po ju si i përgatisni?